بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي قرب أولياءه بطاعته وأبعد أعداء بمعصيته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Falëndërimi takon Allahut, I cili I ofroi robërit e tij me bindjen që bëjnë ndaj tij, kurse I largoi armiqt për shkak mëkateve dhe gjunaheve. Dëshmoj dhe deklaroj se nuk meriton të adhurohet askush me të drejtë përveç Allahut që është një I vetëm dhe I pashok. Gjithashtu dëshmoj dhe deklaroj se pejgamberi I dashur Muhamedi alayhi salatu wassalam është rob dhe I dërguar I tij. Paqja, mëshira dhe bekimi I Allahut qofshin mbi të, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij besnik dhe mbi gjithë ata që ndjekin dhe pasojnë me dinjitet rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Lejoni që pas falëndërimit Allahut subhanahu wa taala ta falenderojmë dhe të jemi të mirënjohës për departamentin rinor në kuadër të Këshillit të Bashkisë Islame të Gjakovës për organizimin e këtyre ligjëratave, që lutë Allahu subhanahu wa taala të jenë të dobishme. Dhe siç jeni njoftuar, tema sotme është veprat që të ofrojnë te Allahu subhanahu wa taala. Duhet ditë të nderuar vëllezër, se nga synimet më të mëdha me të cilat besimtari duhet që t'i ketë parasysh në jetën e kësaj bote është që t'i afrohet Allahut subhanahu wa taala. Nga se lumturia vërtet, lumturia e realt, lumturia mirëfillt nuk është në mbledhjen e sa më shumë të pasurisë, e as që njeriu të ketë pozita të larta. Por se lumturia realt është kur robi afrohet Allahut subhanahu wa taala duke e dashur atë, duke shpresuar në mëshirën e tij dhe duke u friksuar ndaj dënimit të tij. Dhe këto një herë të nderuar vëllezër janë shtyllat e adhurimit. E adhurojmë Allahun për shkak se e dojmë. E adhurojmë Allahun subhanahu wa taala sepse shpresojmë në mëshirën e tij. E adhurojmë Allahun subhanahu wa taala se kemi frikë dënimin e tij. E sa bukur Ibn al-Qayyim rahimahullahu taala I ka përshkruar këto tri shtylla të ibadetit, që është dashuria, shpresa dhe frika. E ka shëmbëlluar me zogun, kur ka thënë se koka e tij është dashuria, kurse dy krahët e tij janë frika dhe shpresa. A mund të paramendohet që të fluturojë ndonjë zog pa njërin prej këtyre gjymtyrëve? Ashtu është edhe për njeriu që nuk mund të adhurojë Allahun siç duhet, përveç se duke pas dashuri për Allahun subhanahu wa taala, duke shpresuar në mëshirën e tij dhe duke u friksuar dënimin e tij. S'ka dyshim të nderuar vëllezër se afrimi te Allahu subhanahu wa taala është nga frytet e besimit. Besimtari ka besuar Allahu xhallashanu me hak dhe me të vërtetë, andaj edhe atij afrohet me kryerjen e obligimeve dhe largimin e harameve. I ka besuar Allahu xhallashanu dhe I bindet urdhrave të tij. I ka besuar Allahu subhanahu wa taala dhe jep maksimumin në kryerjen e sa më shumë veprave të mira, të cilat I ndihmojnë atij që të jetë sa më afër Allahu xhallashanu. Pyetja e cila vazhdimisht do ta kishte ngacmuar ndërgjegjen e secilit prej nesh është që të mendojmë dhe të pyesim se cilat janë ato vepra që afrojnë njeriu robin te Allahu subhanahu wa taala. Fillimisht duhet ta dim të nderuar vëllezër se nuk ka mundësi që njeriu t'i afrohet Allahu xhallashanu përveç me atë që e ka përmendur në librin e tij në Kur'anin famlar, apo I dërguar I tij Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në thënjet dhe në traditën e tij. E sa bukur dhe mirë, e qartë e ka përmend Allahu subhanahu wa taala se si robi mund t'i afrohet Allahu xhallashanu. Madje edhe vetë dërgimi I pejgamberit ton Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, që është shëmbëltyr e njerëzimit për të mirën, ka shëmbëlluar me fjalët, me veprat dhe me traditën e tij se si duhet t'i afrohet Allahut subhanahu wa taala. Për atë dhe nuk kalon ndonjë të mirë përveç se e ka orientu, e ka udhëzu umetin e vet drejt asaj të mire. Dhe nuk kalon ndonjë të keqe përveç se ja ka tërhekur vërejtjen umetit e vet nga ajo keqe. Siç është saksuar nga vetë fjala pejgamberit alayhi salatu wasalam për këtë, siç e nxjerr Imam Bejhakiu, Imam Ahmedi në musnedin e tij në mënyrë të gjatë, që tregon pejgamberi alayhi salatu wasalam se nuk ka pejgamber përveç se e ka orientuar umetin e tij në më të mirën që ka ditë dhe u ka tërhequr vërejtjen nga e keqja që ka ditë.
E pejgamberi jon Muhamedi alayhi salatu wassalam thotë që nuk kam lënë të mirë që ju afronte Allahu përveç se ju kanë tregu. Dhe nuk ka lënë të keqe që ju çon në zjarr xhenemit përveç se ju kanë tërhekur vërejtjen nga një gjë e tillë. Nga ajetet në të cilat Allahu subhanahu wa taala përmend afrimin tek ai është edhe në surën Al-Alaq. Në fund të saj, të ajetit 19 thotë Allahu subhanahu wa taala: "Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib." Pra kurse si ti o Muhammed mos i ndëgjo ata, pra pa besimtarët, të cilët e pengonin në kryerjen e adhurimeve. Kurse si ti o Muhammed mos i ndëgjo ata, por bëj sejdë dhe afroju Zotit tënd. Gjithashtu thot Allahu subhanahu wa taala në surën Al-Waqi'a: "Was-sabiquna as-sabiqun ulaika al-muqarrabun." Të parët e të hershmit, këta janë ata cilët janë afër Allahut subhanahu wa taala. Gjithashtu dhe pejgamberi alayhi salatu wassalam në hadithin sahih që ka nxjerr Imam Buhariu në sahihun e tij, nga Abu Huraira radhiyallahu ta'ala an, i cili tregon dhe thot se ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, ka thënë Allahu azza wa jall. Kur thuhet ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, thot Allahu azza wa jall, ky është hadith kudsi. Ky është hadith kudsi. Pra që e ka nxjerr Imam Buhariu në sahihun e tij, thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, ka thënë Allahu azza wa jall: "Men 'ada li waliyan faqad adhantuhu bil harb." Kush ma armiqson një të dashur tim, vetëm se I kam shpall luftë atij. "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alayh." Nuk ka vepër që më smiri dhe më dashuri te Allahu xhalla shanu, me të cilën I afrohet robi Allahut, se sa me atë që Allahu ja ka bërë obligim, ja ka bërë farz. "Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil." Dhe vazhdon robi të afrohet më shumë Allahu xhalla shanu pas kryerjes së farzeve me vepra vullnetare. "Hatta uhibba", derisa ta dua, thot Allahu xhalla shanu, derisa ta dua atë. E kur ta dua, do të bëhem ndëgjimi I tij që ndëgjon, syri I tij I cili sheh, dora e tij me të cilën kap, këmba e tij me të cilën ec. E nëse më kërkon diçka, do t'i jap, e nëse kërkon mbrojtje, do ta mbroj. Ky hadith madhështor të nderuar vëllezër, siç e përmendëm pra që është hadith kudsi, na lehtëson neve kuptimin e mirëfillt të metodologjisë se si duhet I afrohemi Allahut subhanahu wa taala. Edhe pse fjalët e tjera janë ndoshta të shkurtëra, por që kuptimi është shumë I madh. Fillimisht Allahu subhanahu wa taala tregon dhe thot: "Men 'ada li waliyan faqad adhantuhu bil harb." Ai që më armiqson një të dashur tim, vetëm se I kam shpall luftë atij. Kush është I dashuri I Allahut? Dhe çfarë lidhje ka fillimi I këtij hadithi me fundin e tij? Inshallah taala do t'i përmendim vem. I dashuri I Allahut është ai që Allahu xhalla shanu e ka përshkruar në Kur'an kur ka thënë: "Ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun." S'ka dyshim se të dashurit e Allahut janë ata të cilët nuk kanë pse të brengosen dhe nuk kanë frikë. Ata që I kanë besuar Allahut dhe gjithherë vazhdimisht atij I friksohen. Sheikhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullahu taala, hoxhi I madh I Islamit, thot: "Men kana mu'minan taqiya kana lillahi waliya." Ai I cili është besimtar I devotshëm është I dashur I Allahut subhanahu wa taala. Në vim të hadithit tregohen ato vepra me të cilat robi I afrohet më së miri Allahut subhanahu wa taala. E nëse I përmbush ato, arrin gradën më të lartë të evliallokut. Arrin gradën më të afërt të Allahu subhanahu wa taala. Andaj evliat Allahut, të dashurit Allahut, ndahen në dy kategori. Kategoria e parë është ajo I cila apo ata të cilët I kryejnë farzet dhe largohen prej harameve. Dhe kategoria e dytë janë ata të cilët përpos kryerjes së farzeve, largimit prej harameve, I kryejnë veprat vullnetare dhe largohen prej të urrejturave. I kryejnë farzet, largohen prej harameve, I kryejnë veprat vullnetare dhe largohen prej të urrejturave. Kategoria e parë, nëse dëshiron me ditë pozitën tonë dhe ta Allahu subhanahu wa taala, shikoje vetën tonë karshi farzeve të Allahut.
Sepse në këtë hadith Allahu xhallashanu po thot, nuk ka vepër më të mirë dhe më të dashur me të cilët robi i afrohet Allahut se sa me atë që ja kanë bërë obligim. Pra të nderuar vëllezër, na nuk do t'i përmendim veprat një nga një, përveç për çështje ilustrimi. Por duhet ta mësojmë një rregull, se veprat më të mira dhe më të dashura te Allahu xhallashanu, me të cilat robi i afrohet Allahut, që kanë obligimet, janë farzet. Sepse urdhëresat e Allahu xhallashanu ose janë që kërkohet prej nesh bindja në nështrimi dhe zbatimi i tyre, e që janë farzet, që pas besimit të pastër të uhidit, si që janë shtyllat e islamit, kryerja namazit, dhënia zakatit, agjerimi Ramazanit, kryerja hajit, edhe gjitha obligimet tjera, bamirësia ndaj prindve, urdhrimi për të mirë, ndalimi nga keqja, kujdesi për kojshin, e kështu me radhë, gjitha këto obligime janë nga veprat më të mira dhe më të dashura me të cilat robi i afrohet Allahut subhanahu wa taala. Për atë, ai i cili dëshiron me ditë pozitën e tij te Allahu subhanahu wa taala, se sa afër Allahu xhallashanu është, le ta shikon veten e tij karshi obligimeve. E kur themi obligimet, domosdoshmërisht kuptohet edhe ajo që është e kundërta e që është largimi prej harameve. Sepse siç e përmendëm, obligimet ose janë kërkesë që kërkohet prej nesh zbatimi i tyre, e që janë farzet, ose është ndalesë prej së cilës neve duhet që të ndalohemi e të heqim dorë prej saj, e që janë haramet. Pra të nderuar vëllezër, veprat më të mira, më të dashura, me cilat robi i afrohet Allahu xhallashanu, që kanë farzet. Porse kategoria e këtyre njerëzve për të arritur këtë shkallë të afërsisë së Allahu subhanahu wa taala varion varësisht prej atyre se sa i përmbahen atyre. Sa më shumë që i përmbahesh farzeve, e largohesh prej harameve, e ki pozitën tonë dhe të afrimit të Allahu subhanahu wa taala. E nëse dëshiron që të jesh edhe më afër Allahu xhallashanu, thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, thot Allahu azza wa jall, vazhdon robi me ju afru Allahut me vepra vullnetare, derisa Allahu ta doj. E që jep me kuptu se pas kryerjes së farzeve vin veprat vullnetare. Andaj nuk ka mundësi që njeriu me arrit afërsinë e madhe të Allahu xhallashanu përveç kur pas farzeve i kryen veprat vullnetare. E cilat vepra vullnetare janë më të mirat, janë ato vepra vullnetare të cilat kanë të bëjnë më afër obligimeve, që janë para apo pas obligimeve. Siç janë sunetet e namazeve. Janë vepra vullnetare, që varësisht falen para ose pas obligimeve, janë nga veprat më të mira vullnetare. Apo namazi i natës, për të cilin pejgamberi alayhi salatu wasalam thot, namazi më i mirë pas namazit farz është namazi i natës. Shikoni vllazni, pejgamberi alayhi salatu wasalam po thot namazi më i mirë pas namazit farz, që na jep neve me kuptu se nuk ka mundësi robi mi u afru Allahu xhallashanu përveç se me ato që ja ka bu obligim. E pasi ta kryen obligimin, nëse dëshiron mi u afru Allahut më shumë, atëherë janë veprat vullnetare, janë veprat nafile. E çfarë është rezultati, çfarë është mirësia e këtyre veprave nafile? Është se kur njeriu i kryen farzet, largohet prej harameve, i kryen veprat nafile, e largohet prej të urrejturave, kjo është ajo e cila thot Allahu xhallashanu në këtë hadith kutsi, derisa unë ta dua. E kur Allahu xhallashanu e don një njeri, si thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, kur Allahu e don një njeri, e thret Xhibrilin dhe i thot, unë e du filanin, duaj edhe ti. Edhe Xhibrili i thret banorët e qiellit, thot Allahu xhallashanu e don filanin, duajni edhe ju. Edhe e dojnë banorët e qiellit që janë melajket, derisa ti shkruhet pranimi i tij edhe në tokë. Për atë të nderuar vëllezër, nuk është e rëndësishme që ti me deklaru vallahu në du Zotin, unë jam besimtar, unë kështu, unë ashtu. Ajo që është më rëndësishme është sa ty don Allahu subhanahu wa taala. Sa ti po e ndjek rrugën e Zotit xhallashanu, që ka përmendur se si ti afrohesh Allahu xhallashanu dhe me cilat vepra mund t'i afrohesh Allahut më mirë. E kur Allahu xhallashanu e don, vazhdon hadithi thot, do të jenë dëgjimi i tij, që ndëgjon, shikimi i tij që sheh, dora e tij me cilën kap, këmbra e tij me cilën ec. Çka është i tërë qëllimi kjo të nderuar vëllezër? Kjo ka disa kuptime. Kuptimi i parë
është se Allahu subhanahu wa taala do t'i jep sukses këtij njeriu që ndëgjimin, shikimin, kapjen, ecjen do ta bëj konform asaj që Allahu don dhe është i kënaqur. Dhe e dyta është se Allahu subhanahu wa taala do t'i ruan atij këto gjymtyr. Por gjithashtu në kupton edhe kuptimin tjetër, sepse gradat e fesë janë Islami, pastaj imani, pastaj ihsani. E ai i cili kryen farzet, largohet prej harameve, i kryen veprat vullnetare, e largohet prej veprave të urrejtura, ka kaluar nga grada e Islamit dhe imanit në gradën më të lartë që është grada e ihsanit, bamirësisë. E cila është ajo gradë? Siç e ka përshkruar pejgamberi alayhi salatu wasalam, hadithin e Xhibrilit kur ka thënë që ta adhurosh Allahun sikurse e sheh. Edhe pse ti nuk e sheh Allahun, Allahu të sheh ty. E që nën kupton se ai i cili i afrohet Allahut me farze, largohet prej harameve, i kryen veprat vullnetare, e largohet prej të urrejtërave, ky është ai i cili ka kaluar në gradën e ihsanit, në gradën më të afërt në waliin e Allahut subhanahu wa taala, në dashurin e Zotit xhaleshanu. E që përmendem se këto janë kategori. Sa më shumë që i përmbahesh farzeve, largohesh prej harameve, i kryen veprat vullnetare, e largohesh prej të urrejturave, aq më afër je me Allahun subhanahu wa taala. Dhe aq më i dashur do të jesh te Allahu subhanahu wa taala. Pra të nderuar vëllezër, veprat të cilat afrojnë te Allahu subhanahu wa taala, më të mirat që kanë farzet. E që nën kupton gjitha farzet me cilat na ka obligu Zoti xhaleshanu. Si që përmendëm faljen e namazit, kujdesit për të, dhënjes zakatit, agjerimit Ramazanit, kryerjes së haxhit për atë që ka mundësi, bamirësisë ndaj prindve, urdhrimi për të mirë, ndalimi për të keqes, edhe krejt farzet tjera. Këto janë veprat më të mira dhe më primare dhe më dashura me të cilat i afrohet robi Allahut. Dhe kështu e kuptojmë të nderuar vëllezër, lidhshmërinë që ka ky hadith, që na ka trasuar neve metodologjinë e pastër se si t'i afrohem Allahu xhaleshanu. Që nëse ti i kryen këto, lidhshmëria me fillimin e hadithit është se Allahu subhanahu wa taala do të mbron e do të ruan. Do të jesh i dashur i Allahu xhaleshanu. E që të jesh i dashur i Allahu subhanahu wa taala, a di çka do të thotë? Thot Allahu xhaleshanu: "Men aada li waliyan faqad adhantuhu bil harb." Kush më armiqson, kush e ngacmon një dashur të Allahut, Allahu i ka shpallur luftë atij. Kjo është përkraja dhe ndihmesa që Allahu xhaleshanu ta jep ty. Kur ti jesh i dashur i Allahut subhanahu wa taala, këto janë mirësitë dhe begatitë që Allahu xhaleshanu t'i jep ty. Që Allahu xhaleshanu i ka shpallur luftë atij, a ka mundsi dikush mu përball me Allahun subhanahu wa taala? Kurse si. Andaj të dashurit e Allahut duhet me u dasht e jo me urrejt. Sa më i devotshëm, sa më besimtar, sa më praktikues, ki kujdes ndaj tij. Sepse armiqësia ndaj tij do të thotë armiqësi ndaj Allahut subhanahu wa taala. E Allahu po thotë kush më ngacmon një të dashur tim përveç se i kam shpall luftë. E ai i cili bën mëkate dhe gjunahe duhet me urrejt. E mëkatet më të rrezikshme, më të mëdha janë idhujtaria, shirku në Allahun subhanahu wa taala, e mëkatet e mëdha. Këta janë ata cilët duhet me urrejt. Kurse veprat vullnetare, si që përmendem, më të mirat janë ato që kanë bëjmë me para apo pas farzeve. Si që është leximi i Kur'anit, dhënia sadakas, që është lëmosh. Përmendja Allahu subhanahu wa taala. Thot Allahu subhanahu wa taala: "Alladhina yatluna kitaballahi wa aqamu as-salata wa ata'u az-zakata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur." Ata të cilët e lexojnë librin e Allahut, e falin namazin, e japin prej asaj që ne i kemi furnizuar. Kur themi e falin namazin, kjo nuk nënkupton vetëm farzet, por edhe veprat vullnetare prej namazeve. E japin prej asaj që ne i kemi furnizuar, përpos obligimit zakatit, nëse i përmbush kushtet, ata japin edhe sadaka. Thot Allahu subhanahu wa taala: "E japin atë prej cilës ne i kemi furnizuar në fshehtësi dhe publikisht." Yarjuna tijaratan lan tabur. Këta shpresojnë një tregti e cila kur nuk falimenton, sepse shpresojnë atë që është Allahu subhanahu wa taala. Kurse nga veprat me të cilat më shumë ti njeriut i ndihmojnë është përmendja shumë të Allahut subhanahu wa taala. E sa të shumë ta janë ajetet
ku Allahu subhanahu wa ta'ala thot: "Fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun." Më përmendni mua, unë do t'ju përmend juve. Më falenderoni, jeni mirënjohës e mos mohoni. Gjithashtu thot Allahu subhanahu wa ta'ala: "Ya ayyuhalladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira." O ju që keni besuar, përmendeni Allahun me përmendje të shumt. Gjithashtu thot Allahu subhanahu wa ta'ala: "Wala dhikrullahi akbar." S'ka dyshim se përmendja Allahut është më e madhe, sepse ti e po e përmend atë që është më i madhi, e që është Allahu subhanahu wa ta'ala. Andaj përmendja Zotit xhallashanu e bën që robi të afrohet sa më shumë Allahut subhanahu wa ta'ala. E kur i afrohet Allahu xhallashanu, e bën që të jetë i dashur i tij. Ti qetësohet zemra, e të vërtetën e ka thënë Allahu subhanahu wa ta'ala kur tha: "Alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah, ala bi dhikrillah tatma'innu al-qulub." Ata të cilët kanë besuar dhe zemrat e tyre qetësohen me përmendjen e Allahut, s'ka dyshim se me përmendjen e Allahut zemrat qetësohen. Gjithashtu të nderuar vëllezër, nga veprat me të cilat robi afrohet Allahut subhanahu wa ta'ala, nuk janë vetëm ato të dukshmet që i përmendëm, por janë edhe veprat dhe punët e zemrës, si që njeti i pastër, frika, shpresa, mbështetja në Allahun xhallashanu, kërkimi faljes, kërkimi ndihmës. Me gjitha këto vepra robi afrohet Allahut subhanahu wa ta'ala. Andaj veprat nuk janë të veçanta vetëm në veprat e gjymtyrëve, por gjithashtu ato i përfshin edhe veprat e zemrës, për shkak se imani është besim me zemër, veprim me gjymtyr dhe përmendje me gojë, pra me gjuhë. Siç ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, imani është 60 e sa deg. Në një transmetim tjetër 70 e sa deg. Më e larta është fjala la ilaha illallah. Dhe këtu përfshin fjalën. Dhe më e ulta është largimi pengesës nga rruga. Dhe këto përfshin veprimet. Wal haya'u shu'batun min al-iman, dhe turpi është nga imani. E kjo i përfshin veprat e zemrës. Pra të nderuar vëllezër, rruga me të cilën njeriu i afrohet Allahu subhanahu wa ta'ala është rrugë e qartësuar në Kur'anin famlar dhe në sunetin e pejgamberit alayhi salatu wassalam. E ai i cili ka vërtetësi, ka sinqeritet dhe e ndjek këtë rrugë, është në rrugën e drejtë, në rrugën e pejgamberëve të Allahut subhanahu wa ta'ala. Andaj rruga për tek Allahu subhanahu wa ta'ala dhe si ti afrohem atij është rrugë e qartë. Rrugë me të cilën njeriu duhet t'i përmbahet obligimeve, të largohet nga haramet, të shtoj sa më shumë nga veprat vullnetare, ta përmirësoj në jetën e tij, veprat e tij ti bëj sinqerisht për Allahun subhanahu wa ta'ala, ta shtoj përmendjen e Allahut subhanahu wa ta'ala, të kujdeset për veprat e zemrës, që të mos futet në të syefaqësi apo dyftërsi, e të largohet prej mëkateve dhe harameve. Kështu njeriu arrin që të jetë rob i devotshëm vepërmirë te Allahu subhanahu wa ta'ala. Allahu xhallashanu elus që të na jep sinqeritet në fjalë edhe në vepër. Elus Zotin xhallashanu që të na forcoj zemrat tona në bindje ndaj tij. Elus Allahu subhanahu wa ta'ala që më të mira ta përfundojmë jetën tonë. Elus Allahu subhanahu wa ta'ala që të na bëj për robëve të tij të afërt, që i afrohen Allahu subhanahu wa ta'ala me kryerjen e farzeve, largimin e harameve, kryerjen e veprave vullnetare dhe largimin prej urrëtorave. Elus Allahu xhallashanu që të na forcojë në bindje ndaj tij, që të na jep mirësi në këtë botë e në botën tjetër, të na bëjë të mundur që ta dojmë atë, e ai të na dojë neve, dhe të na mësojë dashurinë e secilit me të cilën dashuria ndaj tij na afron te Allahu subhanahu wa ta'ala. S'ka dyshim se Allahu është ai i cili ndëgjon lutjet dhe vetëm ai u përgjigjet atyre. Dhe në fund e përkujtoj veten dhe juve me një nga duat për mbledhjet e pejgamberit alayhi salatu wassalam, të cilat ja mësoi Muadh ibn Jabalit radhiyallahu ta'ala an, i cili e mori për dorë Muadh ibn Jabalin dhe i tha: "O Muadh, pasha Allahun, unë ty të dua. Mos e le në fund të çdo namazi pa thënë Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik." Mos e le në fund të çdo namazi pa thënë: "O Zot, më ndihmo që të përmendi, të falenderoj e të adhuroj sa më mirë." Për shkak se pa ndihmesën Allahu subhanahu wa ta'ala nuk mund të bëjmë asgjë. Allahu xhallashanu qoftë ndihmëtari jon. Allahu shpërblet për ndëgjim. Wallahu alam. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Zoti shpërblet.